Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit edhe dinamizrat që po ndodhin në jashtë shtëpisë së Big Brotherit tashmë. U komentua pafund. E kam komentuar edhe unë, u mundova që ta tregoj gjithmonë të vërtetën, jo të shpif, jo të sajoj, jo të krijoj thashë theme zërat pa vërteta në ngjarjen në të cilën u transmetua në emisionin e Ronaldo Sharkës. Doli videoja nga produksioni Top Channelit që Egli kishte takuar familjarët e Gjestit. Dhe ka qenë një video shumë e komentuar që nëna e Gjestit e priti me shumë ftohtësi. Egli nuk e përqafoi, nuk ja dha dorën e shumë gjëra të tjera. Tani, ashtu si që Egli e sqaroi mbrëm këtë historinë, ashtu si që Egli e tha mbrëm, të njëjtën gjë e thash edhe unë, që Egli dhe Gjesti, apo dhe familja e tij, nuk janë transmetuar të gjitha gjërat. Do të thënë videoja ka qenë e prerë. Tani, a ka qenë e prerë me kastile që të krijojnë këtë, do të thënë këtë, thashë themi gjigant në për të gjithë popullin shqiptar, kjo gjë nuk dihet. A ka qenë me kastile e bome kjo gjë? Apo thjesht ka qenë e bome për faktin që nuk e kanë quajtur të arsyeshme që ta nxjerrin përqafimin e nënës së Gjestit me Eglin. Por unë nuk e besoj këtë gjë, unë mendoj që ka qenë e bome me kastile për të krijuar thashë theme, për të krijuar hamendësime, për të krijuar pikpyetje dhe për ta mbajtur lajmin aktiv. Egli e sqaroi ashtu siç e kam sqaruar unë më parë që, do me thënë, videoja është e prerë, sepse mua më erdhi si informacion që e kam prerë videon. Ajo e ka takuar fillimisht nënën e Gjestit, më pas ka takuar babain e Gjestit, Blerinën dhe vllaun e Gjestit. Do me thënë, këtë gjë ka bërë, nuk është se ka bërë në diçka tjetër. E kanë pritur me shumë ngrohtësi, e kanë pritur me shumë dashuri, por është më se normale, sepse ato nuk janë prindër VIP, nuk janë prindër të famshëm, dhe normalisht, unë besoj që dhe ju kur keni fejuar apo kur keni takuar një vajzë që djali juaj e ka preferuar, ju s'keni shkuar me krah hapur si shqiponj për ta përqafuar e të keni miratuar çdo gjë që në fillim, mendoj se qëndrimi që bëri mami i Gjestit është një qëndrim tamam për një grua, një zonjë e cila e respekton këtë vajzë një herë për respekt. Më pas nëse gjërat shkojnë më tej se aq, normalisht fillon krijohet afërsia, fillon krijohet kënaqësia mes njëri tjetrit. Nuk mundet tash nëna e Gjestit të puthën Eglin, t'ia vën lirat në qafë, t'ia vën lirën në ball brenda në studio, sepse kështu do tradita dhe ti nusja jon. Më thënë, janë ca gjëra që janë shumë keq të interpretuara dhe mua më vjen shumë keq. Unë mendoj që zonja Sebahat u soll në mënyrën më të mirë të mundshme, ajo bisedoi me Eglin, shkëmbyen disa fjalë shumë të ngrohta mes njëra tjetrës, Egli në mënyrën më të mirë dhe më me edukat u afrua pranë asaj zonje dhe pranë familjes së Gjestit dhe atë çek të cilin e mori në dorë ajo, nuk ja dha vetes së saj, sepse Gjesti ja dha Eglit, do me thënë, ja dha në atë zinxhirin e femrës së tij, të dashurës së tij, dhe këtu nga momenti që Gjesti i dha çekun Eglit, nuk kupton shumë për këtë marrëdhënie, por Egli me zgjuarsinë që ka, veproi edhe në atë momente kur të gjithë ishin të turbull, kur të gjithë ishin të befasuar, ja dha prindërve të Gjestit. Tani, pse duhet të ketë qenë kaq e shokuar, kaq e befasuar nëna e Gjestit edhe nëna e Eglit? Më falni, nëna e Gjestit dhe baba i Gjestit. Të befasuar dhe të shokuar sepse Gjesti nuk është një artist që e ka statusin e Rozanës në pjesën e artit, në bagazhin e karrierës, në bagazhin e zemrës së tij etj etj. Gjesti është një njeri i cili ka bërë disa këngë, është ngjitur në skenë me aq mundësi sa ka patur dhe në rrëfimin e jetës së tij, personi i cili nuk i ka besuar zgjuartësisë, talentit, atë që ai mund të bënë në skenë, fillimisht ka qenë babai i tij. Dhe nëna e Gjestit
ka qenë një zonjë nderuar e cila ka jetuar normalisht në ligjet e familjes, që janë ligjet e bashortit, familjes, etj. etj. Dhe për Gjestin dhe familjen e tij të ngjitesh në godinën e Top Channelit, të futesh në një studio ku të gjithë syt janë drejtuar drejt teje, është një emocion aq i madh. Dhe posaçërisht prindërit e Gjestit takonin Gjestin një javë pas ngjarjes së kishte ndodhur. Ato nuk e dinin si është në realitet shëndeti i tij, ato e preknin për herë të parë pas asaj ngjarje, domethënë ishin shumë pika të mbledhura shpirtërisht që Gjesti arriti deri në këtë nivelin dhe familja e tij arriti deri në atë nivelin. Por mbi të gjitha, nga të gjitha ato emocione që përjetuan, fillimisht një herë në studion e dytë, studion e përafërt me studion kryesore, dhe në këtë studion kryesore kur erdhën dhe më pas takimet që i bën, domethënë emocionet kanë qenë aq të mëdha sa që është më se normale që prindërit të mos e kenë vëmendjen, të mos e kenë fokusin, por ta kenë fokusin dhe i biri i tyre, sepse ato luftonin dhe ishin të gëzuar për fitoren e djalit të tyre dhe jo për diçka tjetër. Dhe në këtë mes, domethënë, ajo që ishte më e bukura ishte fakti që Gjesti dhe Egli treguan që janë bashk. Egli tregoi një mirënjohje të mrekullueshme për prindërit të Gjestit, gëzonte një respekt të papar për familjen e tij, gëzonte një respekt të mrekullueshëm për familjen e Gjestit dhe normalisht tregoi që avash meqenëse është gjithçka në rregull. Ishte mirënjohëse edhe për çdo veprim. Ajo foli edhe për reagimin e Blerinës, domethënë nuk e quajti një reagim si diçka të tepruar, është një reagim i cili mund të ketë ndodhur në sekond, në moment, një reagim që ka ndodhur në nuk e di unë, por thjesht fakti, domethënë Egli është shumë mirënjohëse, shumë e lumtur dhe shumë falendëruese për djalin që kanë rritur, për kulturën që i kanë dhënë dhe shumë e kënaqur që i ka takuar. Domethënë, që ta përmbledhim këtë video. Videoja është e prerë. Është e prerë videoja, domethënë është bërë montazh, këtë kam thënë për të disatën herë dhe ka dalë vetëm kjo pjesa. Po nuk do të thotë që zonja Sebahat, Egli nuk e ka përqafuar, nuk e ka takuar dhe nuk e ka mirëpritur. Por, si do të shkojnë gjërat në vazhdim, normalisht që prindërit janë ato të cilët miratojnë marrëdhënien në qoftë se çiftet janë dakord për marrëdhënien e tyre. Tani në qoftë se Egli dhe Gjesti do vazhdojnë këtë rrugtim, ashtu siç ato kërkuan natën e mbrëmshme dhe siç e shpjeguan që në mimikat e tyre, në fytyrën e tyre, në buzëqeshjen e tyre kishte dashuri, atëherë marrëdhënia do të vazhdon shumë e bukur. Në qoftë se Gjesti dhe Egli do ta ndalin, prindërit e shkret nuk kanë çfarë të bëjnë. Prindërit pranojnë ato që fëmijët në fund të ditës janë Egli dhe Gjesti, ato që vendosin për marrëdhënien dhe për ndjesinë e tyre shpirtërore. Dhe për këtë arsye dua të komplimentoj Eglin për kulturën dhe edukatën që ka treguar natën e mbrëmshme.